Bismillahirrahmanirrahim. Imagjinoni për pak, sikur dikush të lajmërojë me të madhe se në një vend të caktuar të qytetit tonë, Brin Liçenit, afër malit, a diku tjetër, gjendet një thesar shumë i çmuar. Dhe se të gjithë ata që do të prezantojnë mund të kenë mundësinë për të marrë sa të kenë dëshirë. Patjetër që njerëzit do të vraponin dhe do të përpiqeshin të merrnin nga ky thesar, aq më tepër që lajmërimi është një lajmërim zyrtar, shumë serioz dhe që jep garanci se çdo gjë që do të merret ka vlerë. Paramendoni se si Zoti i Gjithësisë, Allahu i Madhëruar, betohet në Kur'anin familart për 10 net. Është diçka e jashtëzakonshme. Nëse Zoti i Gjithësisë betohet për këto 10 net, do të thotë se kjo periudhë e begat, të dashurit e mi, ka një vlerë të jashtëzakonshme. Prandaj, këto ditë dhe këto net që sa shpejt kalojnë, janë një mundësi e artë për gjithë secilin prej nesh për të përfituar nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, për të korrigjuar marrëdhënien e tyre me Zotin e Gjithësisë, me adhurimet e përditshme, me komunikimin që kanë me njëri tjetrin, dhe mbi të gjitha është një mundësi jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me peshë që njeriu të rritet në sytë e Zotit të tij me veprat e mira dhe me distancimin nga ligësitë dhe prapësitë të cilat nuk kanë peshë tek Zoti i Gjithësisë. Kam grumbulluar disa shkaqe se pse muslimani duhet ta shfrytëzojë këtë periudhë të begatë të vitit, që është periudha e 10 ditëve të muajit Dhulhijhe, nga fillimi i këtij muaji deri në ditën e Kurban Bayramit. E para, të dashurit e mi, na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam se veprat e mira në këto 10 ditë shumë fishohen tek Allahu Azza wa Jall. A nuk është kjo një shtys më tepër për gjithë secilin prej nesh, për mua dhe për ju, që të përpiqemi dhe të shohim me lupë për të gjetë mundësitë edhe më të vogla për të bërë mirë. Sa do e vogël që të jetë ajo që ti bën, ta dish se tek Allahu Azza wa Jall në këtë periudhë të begatë kohore do të shumë fishohet. Dhe cili prej nesh nuk ka nevojë për një grusht sevape dhe shpërblime nga Zoti i Gjithësisë. Allahu Azza wa Jall është betuar në krye të surës El-Fajr, duke na thënë pasha agimin wal fajri wa layalin ashar, edhe pasha 10 netët. Dhe mufesirët na kanë mësuar se Allahu Azza wa Jall nuk betohet veçse për të na tërheqë vëmendjen drejt rëndësisë së asaj gjaje për cilën është betuar. Pra është një periudhë e begatë, është një periudhë e jashtëzakonshme, është një periudhë ku besimtarët, adhuruesit, robët e Zotit janë ftuar për të përfituar nga mëshira e Tij. Atëherë, mos rri pas karvanit, por përpiqu me sa të kesh mundësi ta konsiderosh veten tënde si të ishe në periudhën e begatë të Ramazanit. Vlerësimi i këtyre ditëve është në vetvete vlerësim i vetë fesë, sepse është prej fesë Allahut Azza wa Jall, madhërimi i krijuesit të gjithësisë, siç ai ka dashur, dhe siç ka tërheqë vëmendjen duke u betuar në Kur'anin familart, dhe siç pejgamberi alayhi salatu wasalam ka porositur dhe ka praktikuar dhe kanë praktikuar së bashku me zotnin e tij edhe brezat përpara nesh. Ka një detaj shumë të rëndësishëm në këtë ditë, e kemi përmendur edhe më përpara. Fakti se në këto 10 ditë përmbledhet esenca e kretë fesë islame. Namazi, zekati, pra sadakaja, agjërimi, haxhi, mbi të gjitha shahadeti, madhërimi i Allahut Azza wa Jall. Prandaj bën çmos që nëse ke qenë i hutuar dhe ke qenë larg, hajde sepse dera është hapur. Ka për herë mundësi dhe ka një atmosferë të begatë që të pret edhe ty. E nëse ti bëhesh pjesë, lumti dhe shpirti jot. E këtë e shijojnë vetëm ata që janë bërë pjesë e kësaj mirësie dhe me vullnetin e tyre, me njetin e pastër të zemrës, kanë thënë siç haxhilerët teksa shkojnë drejt Ka'bes së mallnueshme, lebejk Allahumma lebejk. Pra, është mundësia më e madhe që gjatë këtyre 10 ditëve me perfeksionu thanjen dhe thirrjen e dëshminë e madhe të përbotshme lebejk Allahumma lebejk. A jemi të aftë ti përgjigjemi Allahut Azza wa Jall në çdo moment të jetës sonë, në çdo frymë prej frymrave me të cilat përballemi dhe jetojmë në këtë botë kalimtare. Këto ditë janë një mundësi e artë për të përmirësuar mbi të gjitha namazin tanë, shtyllën kryesore të fesë. Dhe kur them namazin, kret namazin.
duke nisur në mënyrë të veçantë me sunetet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Bën çmos dhe angazhohu që duke nis nga kjo periudhë begat, ti me i dhanë besën Allahut Azza wa Jall, me rregullu marrëdhënien që ke me sunetet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse kush vlerëson sunetet do të ndihmohet drejt farzeve, e kush përkufizohet vetëm me farzet dhe duke lanë sunetet do të humbe edhe farzet, siç është dëshmuar dhe siç e shohim përgjatë rrjedhave të historisë islame. Atëherë bën çmos, mos me elan sunetin e sabahut, mos me elan sunetin e misdic, mos me elan sunetin e iqindis, mos me elan sunetin e akshamit, mos me elan sunetet e yatsis, mos me elan sa të kesh mundësi namazin e duhas, mos me elan qoftë edhe një herë në jetë namazin e tasbihve, atë dhurat të madhe që pejgamberi alayhi salatu wasalam ja dha axhës së tij, duke i thënë se çfarë vlerë dhe çfarë peshë të madhe ka ky namaz. Mos e lën qoftë edhe her pas here namazin e natës, qoftë edhe 2 rekate të vogla, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar me idenë e virdit në jetë, duke thënë që Allahu Azza wa Jall don nga robi që kur ta bëjë një vepër ta përsos atë. Sunetet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, tesbihet mas namazeve, duaja mas namazit, që është një dua e pranuar, që në të përgjithshmen e asaj çfarë shohim dhe dëgjojmë në realitetet e sotme, janë sunete të forta që për një arsye një tjetër po zhduken avash dhe po prishet tabani i të parëve tanë, të dashur dhe shtrenjtë. Është një mundësi për të kthyer për herë më tepër nga Zoti i gjithësisë. Dhe kujdes, sot jemi, ndoshta nesër nuk jemi. Këto 10 ditë mund na i bajnë Zoti kabul dhe mund na bajnë nasib me i përjetu dhe me përfitu. Ndoshta vitin tjetër mund të jemi kujtim dhe një gjurmë e kohës për të cilën do të thuhet pas rahmet. Vjet agjeronim së bashku, vjet faleshim së bashku, vjet flisnim për fen, si vjet ai nuk ashtë ma në mesin ton. Allahu Azza wa Jall ju dhasht jetë të gjatë, vepra të mira plot, e mi të gjitha, sinqeritet edhe pranim tek Allahu Azza wa Jall. Allahu ju dasht.